Pra vëllezër të ndershëm, s'kemi dyshim ne se kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo njeri do ta shijon vdekjen, dhe prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall dërgon disa mesazhe tek njeriu para se të vdes. Dërgon sëmundje dhe sprova të shumë njerëz besimtar para se të vdesin. Këto janë mesazhet e Allahut Azza wa Jall, që kur Allahu Azza wa Jall dëshiron që zemra e besimtarit të parapregaditet që të takohet me Zotin e tij, nga se Allahu Azza wa Jall përmallohet për besimtarin. Pra për shka janë sprovat, sëmundjen, veçanti, vështërsitë në fund të jetës, vëllezër të ndershëm, nuk janë diçka tjetër për besimtarin, vetëm rahmet, mëshirë prej anës Allahut. Nga se ka mundësi që zemra e tij ka qenë e pakujdesshme ndaj Zotit të vet. Mirë po Allahu Azza wa Jall fillon këtë njeri me dobësu, këtë njeri me ranu, këtë njeri me sprovu. A e dini përse, vëllezër të ndershëm, nga se Allahu Azza wa Jall dëshiron që zemra e tij mos të lidhet me këtë dunja dhe të kupton se besimtarin këtë dunja është vetëm kalimtar. Ja vetëm kaq po transmeton pejgamberi Allahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godit besimtarin një lodhje, një sëmundje, një gajle, një dert, një breng, qoftë edhe një se therr e thermon atë njeri, vetëm Allahu Azza wa Jall e pastron nga gjunat dhe e lartëson në shkallat më të larta të xhenetit. Pra për besimtarin çdo sprovë dhe të ndershëm është e mirë. Ai që e kupton mesazhin e Allahut Azza wa Jall, pra s'ka dyshim se vdekja është hak, vëllezër të ndershëm. Nuk është ajo që e çuditshme për besimtarin, derisa pejgamberi Allahut na porositi neve, nga se ne nuk kemi dëshirë që në ditën e xumon, veçanti disa të cilët thonë ditën e festës që të flasmin këtë tematik, nga se thonë se për neve jemi ende të ri, kemi ditë gëzimi dhe ne mos të përkujtojmë vdekjen. Mirë po pejgamberi Allahut ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpesh tonë përmendjen e vdekjes. Kujtoja vetës tënde se kemi e vdek, kujtoja vetës tënde atë që ti prish të gjithë kënaqësitë e kësaj dunjaje. Nga se thot pejgamberi Allahut, nuk i hap krahat një njeri në këtë dunja, vetëm se me kujtimin e vdekjes fillon ai të ngushtoje. Dhe nuk ju ka ngushtu jeta një besimtarin këtë dunja, me sprova, me gajle, me skamje. Vetëm kur ta kujton vdekjen i zgjerohet. Kjo është mesazhi i Allahut Azza wa Jall për besimtarët që e kuptojnë mesazhin e Allahut Azza wa Jall.